duhet kemi më seriozitet nga ana e institucioneve, duke marrë parasysh gjitha këto probleme. E di çfarë më tha një qytetar që kisha në intervistë për sa i takon pjesës monopatinave? Sa jam shumë i shqetësuar, duhet na kishin lajmëruar më herët, unë kam mjet patjetër për të shkuar në punë, kishte motor elektrik dhe unë realisht me idenë që ja kishin sekuestruar. I thash, po do të mbahet 30 ditë, çfarë do të ndodhi pas kësaj, ai keti dokumentacionin për katës, për shkuar dhe për ta marrë. Jo, tha unë atë ditë nuk dola me motor, sepse nuk doja të më sekuestronin. Pra ishte një qytetar i ndërgjegjshëm, i cili atë ditë, po ai mund ta linte, po çfarë jemi duke folur. Edhe nuk ja sekuestruan. Domethënë, ky është njësoj që shikon, nesër ne do mbyllim 3 dyqane buke dhe unë s'po ha bukë me që s'do ketë 3 dyqane buke. Situata është situata, ti të dielën nuk mund të nxjerrësh asnjë lloj vendimi sekuestrimi të hënën, jo, po as të dielën tjetër. Ti duhet japësh një afatkorë dhe do të thuash për shkak të aksidenteve, problemeve që kemi, po na humbasin fëmijët jetën në rrugë, kemi dëme shumë të mëdha. Për tek kësaj Mirilda, që mos bëjmë në përsëritje. Ka gjasa që të rregullohet tani, se duket sikur nisin aksionet dhe i lëm rrugës ne, i sekuestrojnë pastaj të rrugës. Këtë që kanë marrë inshallah lën rrugës dhe marrin kapin thelbin dhe thonë hajde dhe ulemi, jo vetëm në nivel institucional, teknik, t'u lën afat njerëzve, keni 1 muaj kohë të bëni regjistrimin, keni nëse shohin fëmijë nën 16 vjeç në monopatin, jo vetëm do sekuestrohet, po do gjobitet prindi, sepse atë monopatin fëmijës ja ka bler prindi. Pra të merren masa në mënyrë të tillë që prindi kur ta shohë që ajo gjoba do i shkojë më shumë se monopatina. Apo monopati nuk e lë më fëmijën dhe mendja është mas mbrojtëse. Por në këtë lloj forme është e pashëndetshme ekonomikisht, sensibilizimin e ka zero sepse i bën njerëzit ta reagojnë në të kundërtën e asaj që ti e duke thënë dhe duhet të thënë, po, ju që ja u sekuestrom, hajdeni merrini tani, vërtetojini, kërkoju bizneseve, çfarë do shpikim një mekanizëm që edhe këtyre qytetarëve t'ju marrin ca lekë shtesë, se regjistrimi nuk do bëhet falas. Edhe fatura nuk do jetë falas. Pra, ta shpikim një mekanizëm t'ju marrim ca lekë më tepër, okej, do futim targën të ky proces, do e tenderojmë targën, shumë bukur, e tenderojmë dhe targën dhe t'i bëjmë këto mjetet edhe të identifikueshme, edhe qytetarëve të mos ja nxjim jetën me trafikun, edhe të shkojnë në vendet e tyre të punës në kohë dhe të mos vuajnë, dhe t'i lëmë njerëzit me mend në kokë. Atëherë, shumë e rëndësishme. Zoti Islami, një ndër aksionet e tjera ka qenë ajo parkimeve dyshe. Kush parkon dysh, shkon burg. Ndërkohë tani, nga ka kalu disa javë që kur u than, tani po parkojnë tresh. Siç kemi parku gjithmonë, nuk është në një risi. Por, me thënë, unë realisht i kthem asaj gjë, me thënë, sa serioz është dikush që thotë nesër do bëjmë këtë, e nis 3-4 ditë dhe pastaj, me thënë, krijohet të opinioni i publik në tërësi, ideja mos se pak ditë do e kenë. Po, është një kundërvajtje e cila është problematike parkimit dysh, për shkak të trafikut të rënduar, sidomos në qytetin e Tiranës. Parkimet dysh krijojnë ndonë radhë të gjata, krijojnë ndonë nervozizëm nga drejtuesit e tjerë të cilët qarkullojnë normalisht në rrugë dhe bën pengesë domun për lëvizje normale të mjeteve të tjera. Kështu që është një kundërvajtje e cila ndikon në trafikun normal të mjeteve, gjithashtu dhe përbën problem për sa i përket aksidente rrugore, se një person i cili mund që qarkullon nga krahu i djathtë në majtës në të kundërt për shkak të një parkimi dysh bëhet i padukshëm nga drejtuesi i mjetit që qarkullon në atë kohë, në atë segment rrugor. Kështu që është një masë që duhet qëndrohet. Megjithatë duhet të specifikohet që mënyra se si është keq kuptuar, për mënyrën se si duhet trajtohet. Kjo duhet trajtohet në këtë mënyrë. Nëse kemi për shembull një drejtues mjeti i cili e parkon mjetin dhe pengon lëvizjen e mjeteve të tjera, pengon do të them parkim se duhet të bëjmë dallim midis ndalimit, qëndrimit e parkimit.